Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa Nabina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Me emrin e Allahut të gjithë mëshirshmit, të gjithë pushtetshëm, Allahun azza wa jalla falenderojmë, për ati ndihmë dhe falje kërkojmë. Salavatet e selamet i dërgojmë mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, familjen e tij, shokët e tij dhe mbar pasuesit e tyre deri në ditën e fundit. Allahun e lut dhe falenderoj përsëri që na mundsoi të mblidhemi sot në këtë shtëpi të Allahut, në këtë mezhlis të hajrit. Dhe ju përshëndes me përshëndetje më të bukur, përshëndetjen e banorëve të xhenetit. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ja u kthyem sot te cikli ligjëratave, fragmente në jeta e sahabeve. Inshallah do të vazhdoj ky cikël ligjëratash sepse pejgamberi i dashur sallallahu alajhi wasallam ka pasur shumë shok, të cilët i kanë qëndruar pranë dhe kanë kryer me rigorozitet të plot çdo këshill dhe çdo urdhëresë që ai ja u ka dhënë. Pasi mbaruam me 10 përgëzuarit me xhenet, pra 10 sahabët e nderuar që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i përgëzoi me xhenet në këtë dynja. Nga sot do të fillojmë me sahabët e tjerë, jo se ata nuk janë të rëndësishëm, por se ata që pejgamberi i Zotit i përgëzoi me xhenet në këtë dynja kanë qenë një grad më lart, dhe ata kanë qenë tek paria e muslimanëve, kanë qenë tek paria e këshillit apo mezhlisit të konsultimit, shura në kohën e halifëve të Ebu Bekrit, Omerit e Merat. Dhe sot inshallah do të flasim për një sahabit të nderuar, i cili i ka 2 histori madhështore mbretërense. Dhe për këtë sahabit të nderuar ka thënë prisi besimtarëve Umar ibn Khattabi radhiyallahu anhu, ka thënë çdo musliman e ka obligim dhe e ka të drejtë të aputhi kokën e Abdullah ibn Hudhafe. Edhe unë i pari e bëj këtë gjë. Pra e ka aputhur Umeri kokën këtij sahabiu të nderuar dhe tha çdo musliman e ka obligim që t'i aputhi kokën këtij sahabiu të nderuar, dhe përse kjo gjë do ta themi në vijim. Ai është Abdullah ibn Hudhafe es-Sehmi, prej Kureshitëve. Ky ka një histori madhështore, sepse është takuar dhe është përballur me dy sundimtarët më të mëdhenj të botës në atë kohë, që ishin Kisrau i Persis, apo Irani i sotëm, dhe Cezari, apo perandori bizantinëve, apo i romakëve, që ka qenë atë kohë, pra Cezari. Dhe si tham, me këta të dy ka pas në një ndodhi, të cilat i ka ruajtur kujtesa e kohës dhe i ka rrëfyer, do t'i rrëfej historia deri në kiamet. Ngjarja e tij me mbretin e Persis, perandorin e Persis, Kisra, ndodhi në vitin e 6 të Hijretit. Pra në vitin e 6 të Hijretit, ku muslimanët emigruan në Mekë, në Medinë. Dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në atë kohë vendosi të dërgojë disa prej sahabëve të vet me mesazhe të qarta mbretërve dhe perandorëve të huaj. Në anë të këtyre mesazheve i ftoi ata në fenë islame. Dhe ishte i vetëdijshëm pejgamberi sallallahu alajhi wasallam për rrezikun që mbarte ky mision. Sepse emisarët e tij do të shkonin në vende të largëta, në vise të largëta, të cilat nuk kishin pasur rast ndonjëherë të vizitojnë apo të kishin parë, sepse ato nuk kishin as njohuri për ato vende dhe as njohuri për gjuhët e atyre popujve, dhe as nuk ja u dinin temperamentin, mentalitetin popullit dhe mbretërve të tyre. Pastaj do t'i ftonin ata mbretër të braktisin fenë e tyre të vjetër, të ishtin dorë nga pozita dhe pushteti që mbanin, dhe të hynin në fenë e një populli, pra në fenë e cila ishte në nështrimin ndaj Allahut. Dhe vërtet ky ishte një udhëtim i rrezikshëm që mbarte guxim të madh, sepse nuk dijej do të kthehej me nga udhëtima që do shkonte,
prandaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i tu boi shokët e vet dhe u foli atyre, pasi e falënderoi Allahun xhelel xhelalu siç e kishte zakon, tha: unë dëshiroj t'i dërgoj disa prej jush të mbretit e huaj. Prandaj mos polemizoni me mua ashtu siç polemizuan të bitë e Israilit rreth Isait. Pra mos polemizoni me mua siç polemizuan Benu Israilet rreth Isait, birit Meriemës. Pra mos ma ktheni urdhrin, e kishte për qëllim pejgamberi i Zotit. Pra ma dëgjoni urdhrin. Dhe sahabët i përgjigjën: o pejgamberi i Allahut, ne jemi gjendje të kryejmë çdo urdhër tëndin, na dërgo kudo që ti dëshiron, sepse kështu ishin sahabët e nderuar radiallahu anhum xhamia. Dhe i zgjodhi pejgamberi sallallahu alajhi wasallam 6 prej sahabëve, ti mbartnin mesazhet e tij te mbretit arab dhe jo arab. Dhe në mesin e këtyre sahabëve ishte pra Abdullah ibn Hudhafe es-Sehmi radiallahu anhu, i cili ishte emisari që do ta çonte mesazhin te një prej perandorëve të fuqishëm të asaj kohe, pra te Kisrau i Persis. Menjëherë pas udhëzimeve të marra nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Abdullah ibn Hudhafe, Zoti qoftë i kënaqur me ta, e përgatiti deven e tij, u përshëndet me bashortën e tij dhe fëmijët e tij dhe u nis në misionin e tij fisnik të shenjtë, duke kaluar male të larta, rrafshina, rreziqe, i vetmuar, nuk kishte askënd me vete përveç Allahut Dhul Xhelal. Dhe pas një udhëtimi të gjatë dhe të mundimshëm, ai arriti në kryeqendrën e Persisë, në pallatin e perandorit. Kërkoi leje që të hyjë atje. Kërkoi leje dhe u tregoi ndihmësve për mesazhin që kishte me vete. Kur Kisrai e mori vesh këtë gjë, u vesh me stolit më të bukura perandorake dhe e ftoi parin dhe njerëzit më me autoritet që ndodheshin në vend që të marrin pjesë në mezhlisin e tij. Dhe ata ju përgjigjen ftesës. Pastaj urdhërohet Abdullah ibn Hudhafes që të hyjë në pallatin e tij. Ndërsa Abdullah ibn Hudhafe radiallahu anhu hyri te perandori persianëve, i veshur me atë xhelabien e vet të hollë, me shallin e tij të bardhë prej materialit të thjesht, tek i cili dalloi qartë modestia arabe. Megjithse atë ai ishte kryelar dhe i vendosur, sepse në tërë trupin e tij ndjente fuqinë e Islamit dhe në thellësinë e zemrës së tij i vlonte krenaria e imanit e besimit. Po sa e pa Kisrau që ishte nisur drejt tij, i dha shenjë njërit prej shërbëtorëve të tij që t'ia marrë mesazhin prej dorës së Abdullahit dhe t'i afroi atij. Ndërsa Abdullahi ju përgjigj: jo, kurse si, mua më ka urdhëruar i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam që këtë mesazh ta dorëzoj ty personalisht në dorë dhe unë nuk mund ta shkel urdhrin e të dërguarit të Allahut. Atëherë Kisrai ju përgjigj njerëzve duke u thënë: lëreni të afrohet pranë meje. Abdullahi u afrua Kisras dhe a dorëzoi mesazhin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam me dorën e tij. Kisrai në atë moment dha urdhër që të vijë një qatib përkthyes për banorëve të Hires. Hire është një vend që ka qenë në Irakun e sotëm. Dhe kur hyri qatipi, Kisrai e urdhëroi ta hap mesazhin para tij dhe t'ia lexojë atij, në të cilin përveç të tjera shkruante: Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Allahut mëshiruesit mëshirbërësit. Min Muhammed Rasulillah ila Kisra, Malikil Furs, wa salamun man ittaba al-huda. Që do të thot me emrin e Zotit mëshiruesit mëshirbërësit, prej Muhamedit, të dërguarit Allahut deri te Kisra, të madhit të Persisë, dhe paqja qoftë me ata që i përmbahet udhëzimit. Po sa dëgjoj vetëm këtë pjesë të mesazhit, pa pritur që t'i lexojë gjithë mesazhi, në zemrën e Kisrait gufoi hidhrimi si zjarri. Fytyra e tij u skuq dhe i gofluan damarët, sepse pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e kishte filluar mesazhin me emrin e tij. E troqi mesazhin prej dorës së qatipit
dhe nisi ta gris, ta shqyej. Pa e ditur fare se përmbajtje kishte në vazhdim. E ndërkohë nisi të bërtas duke thënë, mua të më shkruaj kështu ai, ndërkohë ai është robi im. Pastaj dha urdhër që Abdullah ibn Hudhafe të nxiret prej mezhlisit të tij dhe ashtu veprua. Abdullah i doli prej mezhlisit të Kisras dhe nuk e dinte çka do bënte Allahu me të. A do të mbytet, a do të lihet i lirë. Mirë, po pasi mendoi një çast tha, pasha Allahun. Le të ndodh, çka do ndodh? Çka do qoftë, pasi unë derëzova mesazhin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Dhe nuk vonoi shumë, i hipi devës dhe u nis. Pas një kohë Kisras i kaloi dhërimi dhe urdhëroi që t'ia thrisin përsëri Abdullahun. Por ai nuk ishte. E kërkuan nga gjitha anët, por ai kishte humbur pa shenjë pa gjurmë. E kërkuan në rrugën që të shpinte drejt gatllishujt arabik. Mirë po më kot, ai kishte ikur. Kur kishte arritur në Medinë, pas një mundimi të gjatë apo udhimi të mundimshëm, u paraqite pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe i tregoi çka kishte ndodhur me Kisran dhe grisjen e mesazhit, shkruajën e mesazhit, ndërkohë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, Allahu ja shkatëroft perandorin. Pra bëri dua pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që Allahu t'ja shkatërroj pushtetin, perandorin. Ndërkohë Kisra i shkruajti mëkëmësit të tij që kishte në Yemen, i cili ishte Badhani. Dhe i tha, dërgoj ati njeriu që është paraqitur në Hijaz 2 njerëz të fuqishëm për Abdullahin. Nga ana jote që ta marrin atë dhe urdhëroi ta sjellin ke unë. Pa humbur kohë, Badhani dërgoi 2 njerëz të fuqishëm nga të afërmit e tij te pejgamberi sallallahu alajhi wasallam për Medinë dhe me vete u dha një letër në të cilën kërkonte prej tij të nisej bashkë me ta për të Kisrau pa vonuar. Në bisedë me ta Badhani kërkoi prej tyre që të ulumtojnë edhe çështjen e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Ç'është ky pejgamber? Që pretendon që është pejgamber dhe t'i sjellin informatat më të plota për të. Ata u nisën dhe kur arritën në Taifin e dini besoj, qyteti në Arabinë Saudite, aty ku pejgamberi sallallahu alajhi wasallam bëri duan e dëshpërimit që u pikëllua shumë që e ofenduan dhe keq trajtuan populli aty bashkë me fëmijët. Është momenti kur erdhi Xhibrili alayhis salam me engjëllin e kodrave dhe i than, o Muhammed mos u dëshpëro, Zoti jot e ka dëgjuar lutjen tënde dhe ta ka nisur melekun e kodrave, vetëm ti urdhëro dhe meleku t'i rafshoi të dyja kodrat bashkë me qyteti që ngjenden në të Taifin dhe njerëzit që ishin brenda në të, dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, pejgamberi i Zotit tha, jo, nuk e dëshiroj këtë gjë, se ndoshta nesër ose në të ardhmen një njeri vetëm udhëzohet në Islam dhe jo një, po i gjitha i vend udhëzuan në Islam e lenë Allah, dhe sot e kësaj dite është një prej qyteteve që umregjint e vizitojnë sepse është vendi, një prej vendeve miqat haram ku bëhet niyeti për ata që veshin ihramin për kryerjen e umres. Pra dhe kthehemi tek tema jonë. Pra kur arritën në Taif, këta emisarët e Badhanit, ta 2 njerëz të fuqishëm, takuan disa tregtar kurejshit që ishin armiq të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Dhe në bisedë e sipër i pyetën ata për Muhamedit sallallahu alajhi wasallam dhe ata i treguan, i thanë që ai gjendet në Yathrib. Domethënë Medinën e sotme, se ashtu është quajtur, Yathrib. Dhe tregtarët kurejshit vazhduan rrugën e tyre dhe u gëzuan dhe u kënaqën dhe filluan t'i përgëzojnë kurejshit me këto fjalë, gëzoni sepse Kisrai do t'i kundërvjet Muhamedit dhe do të na kursejnë prej sherrit i tij. Pra u gëzuan ata se kujtuan sikur do ta luftoj Kisrai Muhamedin sallallahu alajhi wasallam dhe do ta largoj. Ndërkohë këta njerëzit që dërgoi Badhani u afruan te Medinë, në Medinë dhe aty arritën ta takojnë pejgamberin sallallahu alajhi wasallam dhe ja dhanë letrën që kishte dhënë Badhani. Dhe shkruaj, mbreti i mbretërve, Kisra, i shkroi mbretit ton Badhani të dërgoj dikë që të çoj tek ty deri sa të vi kjo letër dhe ne kemi ardhur që ti të vish me ne, nëse vjen do t'i flasim Kisras për atë që është në të mirën tënde, që ti kursej keq trajtimet dhe torturat, nëse refuzon këtë ftesë,
atëherë ti e njeh fuqinë dhe vrazhdësinë e tij për të shkatruar ty dhe popullin tënd. Dhe pejgamberi i Zotit buzëqeshi dhe u tha atyre: ktheuni sot tek devet tuaja dhe ejani nesër tek unë. Pra ktheuni sot tek devet tuaja dhe ejani nesër tek unë. Kur erdhën të nesërmen, te pejgamberi sallallahu alajhi wasallam me pyetën: a je përgatitur të udhëtosh me ne për të takuar me Kisran? Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ju përgjigj atyre: ju nuk do ta takoni Kisran pas kësaj dite sot, sepse atë e vrau Allahu. Atë e përmbysi prej pushtetit biri i tij Shirewejhi në këtë natë dhe në këtë muaj. Ja përshkruaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam datën dhe muajin dhe natën që djali i tij kishte bërë kryengritje dhe e vrau. Dhe ata e panë pejgamberin sallallahu alajhi wasallam në fytyrë të habitur. Dhe pastaj thanë: a e di se çfarë je duke thënë? A ti shkruajmë badhanit për këto që po na thua? Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ja ktheu: po, gjithsesi, po thoni edhe këtë, se feja ime do ta mbuloj tërë territorin e perandorisë së Kisras. Nëse e pranon fen islame, do të jap atë që është në sundimin tënd dhe do të bëj sundues të popullit tënd. Dolën këta prej pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dhe u nisën të shkojnë te badhani për ta informuar për tërë atë që kishin parë dhe dëgjuar. Pasi dëgjoi badhani këto fjalë, me vëmendje u tha: nëse ajo çka ju ka thënë është e vërtet, ai me të vërtetë është pejgamberi i Zotit. E nëse jo, atëherë do të kemi qëndrim tjetër me të, do të sidhemi ndryshe me të. Nuk kaloi shumë kohë dhe badhanit i arriti letra e kujt? E Shirewejhit, në cilën shkruante: ju bëjmë me dije se unë e kam mbytur Kisran dhe këtë e kam bërë për asgjë tjetër vetë se në shenjë hakmarrje për popullin tim. Ai lejoi mbytjen e njerëzve të ndershëm, e gratë e tyre e merrte robresha dhe ua konfiskonte pasurinë. Po sa të arri letra ime tek ty, bindi urdhrit tim, ti dhe të gjithë ata që janë me ty. Po e sa e përfundoi letrën badhani, e hodhi në një anë dhe në atë moment shpalli pranimin e fesë islame dhe bashkë me ata pranon islamin të gjithë persianët që ishin në Yemen. Kjo ishte ngjarje që i kishte ndodhur në takimin e Abdullah ibn Hudhafes me perandorin e Persisë, pra Kisraun. Po cila ishte ngjarja që ka ndodhur me takimin me Cezarin të Madhin e Romës, pra Bizantin. Takimi i tij me Cezarin ndodhi, siç tham, gjatë sundimit të Omar ibn Khattabit radhiyallahu anhu, që ishte prisi besimtarëve. Ai takimi ishte prej ngjarjeve më madhështore në histori. Në vitin e 19 Hijri, Umeri radhiyallahu anhu e dërgoi një ekspeditë ushtarake për të luftuar kundër romakëve. Në mesin e cilëve ishte edhe Abdullah ibn Udhafe es-Sehmi, që ishte edhe komandant. Cezari, perandori romak, ishte informuar më parë për motivacionin e lartë që kishin muslimanët, për moralin me të cilin ata pajiseshin dhe njiheshin edhe ushtarët musliman, si dhe besimin e madh që kishin ata në luftën e tyre në rrugt të Allahut dhe të dërguarit të tij. Dhe për këtë, pasi fillonte kjo betejë me ekspeditën muslimane, Cezari urdhëroi ushtarët që nëse zën ndonjë rob ushtar musliman, t'ia sjellin atij me do e mos të gjallë. Deshi Zoti Dhul Xhelal që Abdullah ibn Hudhafe es-Sehmiu të kapet të rob bashkë me disa sahabë të tjerë dhe të bjeri në duart e romakëve. Dhe posa ndodhi kjo, ushtarët e dërguan tek perandori i tyre dhe i thanë: ky është njëri prej komandantëve të ushtarëve dhe prej shokëve të parë të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, të cili me duart tona e zum rob dhe u asollëm juve. Perandori romak e shikoi gjatë Abdullah ibn Hudhafen e pastaj tha: i thati, unë të ofroj ty një gjë.
Dhe Abdullahi i përgjigjet dhe i thot, çfarë është ajo? Cezari i thot, të ofroj të bëhesh i krishter. Nëse e pranon këtë, do të lë të lirë dhe do të nderoj me çfarë do lloj pozite që ti dëshiron. Abdullahi, pra, ju përgjigj me krenari dhe vendosshmëri larg asaj. Hasha lillah, tha. Vdekja për mua është më e mirë, pra 1000 herë më e mirë dhe më e dashur nga ajo çka ti më ofron. Cezari ja ktheu, unë e shoh që je njeri i mençur. Nëse më përgjigjesh në atë që të ofrova, do të jesh pjesëmarrës në rrethin tim më të ngushtë. Do ta ndajmë bashkë pushtetin tim. Ai i lidhur me pranga i buzëqeshit dhe i tha, Abdullah ibn Hudhafa radhiyallahu anhu, të betohem në Allahun, se sikur të madhurohet tër pasurinë tënde dhe tër pasurinë që kanë arabët, me qëllim që ta praktis fenë e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, për aq vetëm sa lëviz syri, nuk do ta bëja kurrë. Imagjino vetëm për sa lëviz syri ta praktisja, nuk do ta bëja kurrë. Subhanallah. Kur e pa vendosshmërinë dhe kokëfortësinë e tij, perandori tha, atëherë do të mbys, do të vras. Dhe Abdullah ja ktheu, bëj çfarë të duash. Perandori urdhroi që të kryqëzohet, ta vënë në një kryq dhe i tha xhelatit në gjuhën romake, hidheni afër duarve të mia, pra afromani këtu. Dhe ndërkohë kur i afruan, i tha atij të bëhej krishter, pa i prapë refuzoi. Atëherë i tha, ma hidhni afër këmbëve. I ofroi ta braktiste fenë e vet, pa i prapë refuzoi ofertën. Atëherë perandori tha, zgjidheni, urdhëroi të heqin dorë prej tij dhe i kërkoi xhelatit ta zbresna drasa e kryqëzimit. Pastaj kërkoi të silli një vorp të madhe, të cilën e mbushën me vaj dhe e vunë në zjarr derisa vloi. Vaj. Pastaj urdhëroi të sillin 2 musliman, të cilët ishin zënë rob, dhe urdhëroi që njëri prej tyre ta hidhni në vorpën e vaj të vluar. Subhanallah. Dhe për një çast mishi i tij u shkri komplet sa ju pan eshtrat. Ndërkohë perandori u drejtua Abdullah ibn Hudhafes dhe ju ofroi përsëri të bëhet i krishter. Po këtë herë refuzimi i tij ishte dhe më i fuqishëm dhe më i fortë se herët e tjera. Pasi humbi çdo shpresë, perandori se Abdullahi do ta braktiste fenë islame, urdhëroi që vetë Abdullahin ta hedhnin ke vorgulla me vajin e nxehtë, të vluar, tek ai vaj nga i cili gjeti vdekjen shoku i tij, musliman. Në momentin kur e morën që ta hidhnin në të, Abdullah ibn Hudhafes radhiyallahu anhu i lotuan syt në zonën lot. Të dy sut. Dhe njerëzit e Cezarit e vretën këtë gjë dhe thanë, robi po qan. Robi po qan. Dhe perandori mendoi se ai po qante nga frika, se po i dhim se jeta. Prandaj urdhroi dhe tha, ndaloni, ktheheni atë tek unë. Silleni ke unë. Dhe kur e sollën përpara Cezarit, ai përsëri i ofroi të bëhet i krishter, po Abdullah ibn Hudhafa radhiyallahu anhu refuzoi me një refuzim të palëkundshëm. Dhe atëherë Cezari u habit, i tha, me det për ty, s'po të kuptoj për përse qave. Dhe Abdullah ibn Hudhafa radhiyallahu anhu i përgjigjet, i thot, ajo që më bëri të qaj, është se mendova, i thash vetes time, mendova, thash me vete, të hedhi në këtë vorb, me vaj, dhe del shpirti. Po unë do dëshiroja, thot, të kisha shpirtra, aj sa që është numri i qimeve të trupit tim, dhe të gjithë të shpirtrat idheshin në vorb në rrugë të Allahut. Subhanallah. Aty u habit perandori dhe i tha, a dëshiron të apudhësh kokën time e do të liroj? Dhe Abdullah ibn Hudhafa radhiyallahu anhu ju përgjigj duke i thënë, me një kusht, po, që t'i lirosh të gjithë ushtarët musliman të zënë robër.
Po, i thot Cezari, do t'i liroj gjithë muslimanët e zënë robër. Dhe Abdullah i tregon, thot, thash me vete, të pudh kokën e njerit për armiqve të muslimanëve dhe të lirohem unë dhe gjithë muslimanët e zënë robër, do shta ky nuk është mëkat i madh për mua. Duke parë vlerën që kanë muslimanët dhe shokët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam që do lirohen. Pastaj u afroi puthi kokën Cezarit dhe atëherë perandori subhanallahu dha urdhër që të tubohen gjithë muslimanët e zënë robër dhe të lirohen, i liroi. Pas lirimit nga robëria, Abdullah i bashkë me muslimanët e tjerë shkuan në Medinë tek Umar ibn Khattabi radhiyallahu anhu, prisi besimtarve dhe i lajmëroi detaj më detaj me çka kishte ndodhur dhe pastaj Umeri u gëzuaj shumë sa nuk e kemi iden dhe i shikoi robrit dhe i tha gjithë pranishmëve është detyrimi çdo muslimani që ta puthi kokën e Abdullah ibn Hudhafes dhe unë filloi pari. Dhe puthi Umeri radhiyallahu anhu kokën e Abdullah ibn Hudhafes dhe filluan e puthët dhe gjithë besimtarët dhe gjithë muslimanët që ishin të pranishëm kokën e Abdullah ibn Hudhafes radhiyallahu anhu, pra Zoti qoftë i kënaqur me të dhe me gjithë shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra shkurtimisht, ky ishte Abdullah ibn Hudhafe es-Sehmiu, shoku i dërguarit Allahu sallallahu alaihi wasallam, i cili pati ngjarjet me dy perandorët më të fuqishëm të botës, që ishin Kisrau i Persisë dhe Cezari i perandorisë romake bizantine. Allahu ju shpërbleft juve me të mirat e tij të pafundme për vëmendjen. Allahu në lusim që të na ngjallin me këta njerëz të mirë, pra me sahabët e nderuar ditën e gjykimit. Allahu azza wa jalla lusim që të na udhëzojë në rrugën e drejtë, në rrugën atyre të cilët Zoti i gjithëpërshtetshëm është i kënaqur. Allahun e lut na japi të mira në këtë botë dhe në botën tjetër, na ruaj nga zjarri i xhehenemit. Allahun e lut të ndihmoj muslimanët dhe muslimanët kudo që ndodhen ata, të mëshiroj të gjallët tanë, të vdekurit tanë. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi at-tahar wa at-tabi'in al-akhyar ya wahid ya qahhar faghfir lana ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Dhe lutja jonë e fundit është të gjitha falënderimet qofshin vetëm për Allahun azza wa jall, Zotin e botrave. Allahu ju shpërbleft edhe një herë me të mirat e tij të pafundme. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh dhe inshallah do të dëgjojmë ligjëratat e ardhshme.